Ja kur i kthehemi pas muzikës mirë që mundohemi ta përzjedhim të këndshme, natyrisht për të ardhur ashtu siç duhet në këtë mëngjes tek ju, dhe sigurisht më njëherë ka mbritur në studio mikja jon, mjekja dermatologe Albana Lufi. Mirë se erdhe, doktores. Përshëndetje, ju faleminderit për ftesën. Kënaqësi që takojmë edhe në këtë sezon të ri, një sezon i ri edhe për punën tuaj, apo jo? Sigurisht. Natyrisht janë të shumta problematikat, sigurisht që vijnë të mbartura nga vera, nga pushimet verore, nga kontakti i gjatë dhe i vazhdueshëm me rrezet e forta të diellit. Ne në fakt do të referohemi një problematike që kryesisht shkaktohet nga prezenca dhe kontakti që lëkura jon ka me diellin, por do t'ju udhëzojmë paksa edhe se cilat janë trajtimet që pikërisht duhen bërë me patjetër pas verës në këtë sezon. Unë do ta përdor në termin kështu popullor, njollat kafe, të cilat krijohen nga rrezet e forta të diellit dhe që kthehen realisht në një shqetësim të madh nëse do të zhduken apo jo. Sigurisht hiperpigmentimet ose njollat kafe, siç e përmendët dhe ju, janë një problem mjaft shqetësues estetik për personat të cilët preken. Për arsye sepse në pjesën më të madhe të rasteve lokalizohen në pjesën e fytyrës dhe duke sjellë atë problemin shqetësues të tyre. Njollat kafe sigurisht mund të shfaqen në pjesën më të madhe të rasteve si pasojë e ekspozimit në diell pa mbrojtjen e dur ose pa e përdorur ashtu siç duhet kremin e diellit, duke filluar që në periudhën e marsit dhe gjatë gjithë periudhës së verës, pse jo edhe në shtator ose në tetor, mund të shfaqen në persona të cilat kanë pasur njolla dhe më përpara ose në persona të cilat për herë të parë në një moment të caktuar shfaqen. Duke menduar se në lëkurën e tyre nuk kanë pas ndonjë njolla, e kanë neglizhuar përdorimin e kremit të diellit, sepse faktori i diellit është faktori kryesor në shfaqjen e këtyre njollave, pa haruar dhe faktorët e tjerë, si ndryshimet hormonale që ndodhin në organizëm, ose njollat që mund të formohen dhe gjatë shtatzanisë, të cilat në pjesën më të madhe të rasteve mund të kalojnë vetë pas lindjes së bebit dhe nuk ka nevojë për trajtim. Në disa raste të tjera, njollat kafe, përveç faktorit të diellit, shkaktohen dhe nga marrja e disa medikamenteve, duke përmendur këtu kontraceptivët. Pas ka dhe faktorë të tjerë pra që ndikojnë në këtë aspekt. Po, ose përdorimin e antibiotikëve kryesisht të grupit të tetraciklinave nëse këta merren gjatë periudhës së verës dhe për një kohë të gjatë. Por faktori kryesor është kryesisht rrezatimi i diellit. Rrezet gjithmonë çdo vit e më tepër janë më të fuqishme për shkak të dëmtimit të shtresës ozonit, kështu që rrezet e dëmshme arrin të depërtojmë në tokë, duke na shfaqur ato njollat kryesisht në zonën e fytyrës. Dhe pse pikërisht në zonën e fytyrës, nga që është më zona më ekspozuar në pjesën e zona më ekspozuar nga diellit, pasi pjesët e tjera të trupit në pjesën më të madhe janë të mbuluara. Ka disa raste të tjera që ne i shohim dhe në pjesë të tjera të trupit, pavarësisht se ato nuk kanë qenë të ekspozuara në diell. Në këto raste flitet për patologji të organizmit ose duhet bërë disa analiza specifike për të përjashtuar një patologji të tiroides ose të suprarenaleve. Këto janë njolla më të gjeneralizuar dhe shpeshherë më të vështira për të trajtuar. Ndërsa lëkura jonë në pjesë e fytyrës, duke qenë se është në kontakt të vazhdueshëm me diellin, është ajo që i pëson kryesisht ato ndryshimet, duke prodhuar më tepër pigmentin e melaninës në këtë zona. Dhe besoj ka gjithashtu, edhe pse themi fytyra është ajo që preket më tepër, prap ka disa zona në fytyrë të cilat preken më tepër. Ajo është individuale, mund të shfaqet kryesisht. Ka raste që mund të shfaqet në zonën e ballit, në disa raste ne i shohim dhe në mënyrë simetrike. Në ball, në pjesët e mollzave të faqeve, mbi buzën e sipërme, në zonën e mjekrës, varet, ose në pjesën anësore, të pjesën e favoriteve, nuk ka asnjë vend specifik që mund të themi që kjo zonë. Biles në raste të caktuara i shohim dhe afër zonës së syrit, sidomos në personat që nuk përdorin dhe syze gjatë periudhës së diellit, përveç kremit mbrojtës, të cilët sigurisht e neglizhojnë dhe përdorimin e syzeve. Kudo mund të shfaqen. Nuk ka zona specifike të cilat përjashtohen, ka raste edhe në zonën e undës, në zonat të theksuara. Personat të cilët shpeshherë neglizhojnë, sidomos personat që kanë pasur gjithmonë një lëkurë të pastër dhe në momentin që paraqitin njollat shpeshherë bëjnë pyetjen, unë nuk kam pasur ndonjëherë, pse këtë vit më ndodh që të bëhem me njolla. Duke qenë se lëkura e saj ka qenë një lëkurë normale, nuk ka dëgjuar ato këshillat e vazhdueshme tonat për ta mbrojtur lëkurën në mënyrë të vazhdueshme gjatë periudhës së verës edhe të pranverës, si lëkurat që kanë pasur njolla dhe ato që kanë një lëkurë të pastër, në një moment të caktuar ndryshimet e organizmit ose ndryshimet vetë të rrezeve të fuqishme të diellit bëjnë që njollat të shfaqen. Dhe nëse ato krijohen, duhet një punë gjatë për t'i trajtuar. Kështu që është mirë t'i parandalojmë. Sigurisht, është shumë e lehtë. Pra, ju këshilloni që edhe në rastet kur nuk kemi patur asnjëherë një problematikë të kësaj natyre, ai gjesti i cili do të jetë stiliet të tashmë përdorimi i kremit apo jo me faktor mbrojtës,
duhet të bëhet nga secili individ me apo pa probleme në lëkurë? Sigurisht, të gjithë personat nga periudha e marsit dhe në periudhën e shtatorit, sidomos femrat, pse jo dhe meshkujt, sepse në 10% të rasteve ne i shohim një ollat kafe dhe të meshkujt, aty duket që na shqetësojnë më pak, domethënë, se femrat kompleksohen më tepër. Sigurisht, jo, dhe meshkujt kompleksohen, por fakti që shfaqen pak më pak tek ata, ky është problemi, dhe ata kompleksohen. E rëndësishme është mënyra e përdorimit të rregullt të kremit. Nuk mjafton përdorimi i kremit vetëm në mëngjes, në momentin që ne dalim nga shtëpia, kremi duhet përdoret rregullisht. Çdo 3 orë, gjysmore përpara se të dalim në diell, në momentin që jemi në plazh, duhet përdorur rregullisht sapo dalim nga deti të shplajt lëkura. Këtu duhet i bëjnë të gjithë, si ata persona të cilët kanë njolla dhe duhet i ruajnë të mos teksohen njollat dhe ata të cilët kanë një lëkurë të pastër pa njolla që të parandalohet formimi i tyre. Pra, këto njolla janë formuar gjatë sezonit që lan pas. Ekziston risku, doktoresh, tani për shembull, kontakti me rrezet e diellit tani në shtator, edhe pse ato janë të pakta, edhe pse moti ka ndryshuar, ekziston risku për të krijuar tani apo çfarë është krijuar tani duhet i trajtojmë? Akoma ka rreze të forta të diellit dhe duhet të vazhdojmë ta përdorim kremin e diellit me faktorin 30, pse jo dhe tani, dhe në periudhën e dimrit ose të vjeshtës ku temperaturat do jenë më të ulta, përsëri ne rekomandojmë përdorimin e kremit fotombrojtës, po me një SPF më të ulët 15 deri në 20, sidomos te personat që janë të prirur për të formuar njolla, që kanë krijuar njolla ose që kanë filluar trajtimet e njollave. Duhet kremi të përdoret rregullisht, sidomos në kontaktin në drek ose në momentin që dalin nga puna, të mos harrohet përdorimi i kremit të diellit gjatë kohës që janë në makinë, sepse shpeshherë thonë që çerekore më duhet të bëj. Sigurisht pasi xhami i makinës nuk ndalon depërtimin e rrezeve UVA që janë shkaktarët kryesore të formimit të njollave, ndalon depërtimin e rrezeve që shkaktojnë djegje, po jo të formimit të tyre. Grup mosha të cilat kryesisht janë të prekura nga krijimi i këtyre njollave, ka një predispozit, po themi, në një limit moshe, apo të gjithë janë të riskuar? Ne nuk i shohim këto vetëm te fëmijët, nga adoleshenca dhe sipër nga adultët 18, 17, 18 vjeç dhe sipër janë të predispozuar çdo lëkurë për të mbrojtur. Kështu që të gjitha lëkurat mund të formohen. E më tej të gjitha lëkurat duhet të mbrohen. Tani kalojmë në atë fazën ku mësuam nga se vinë, disa mund t'i keni ditur, disa faktorë, disa të tjerë natyrisht keni kuptuar rrugës, tani janë bërë ato njollat, e zënë se janë krijuar. Si mund t'i shmangim, a mund të hiqen dhe sigurisht nëse ka ndonjë trajtim specifik le ta themi për të orientuar dhe për t'ia hequr këtë shqetësim të gjithë atyre që na ndjeken. Trajtimi i njollave kafe ose hiperpigmentimeve nuk është gjithmonë i lehtë. Ekzistojnë kremra farmaceutik për këtë qëllim, por veprimi i tyre është i vogël. Kremrat kryesisht që kanë vitaminë C, vitaminën E ose me acid azelaik, janë krema zbardhues specifik për këtë problem. Veprimi i tyre nuk është gjithmonë i kënaqshëm. Kështu që ne gjithmonë më pak kemi arritur në përdorimin e tyre dhe kemi filluar të praktikojmë metoda të tjera që janë më efikase për heqjen e njollave, duke përmendur mesoterapin, lazerin e fraksionuar, po kryesisht metoda që përdoret më gjërësisht është peeling kimik. Është procedurë që aplikohet nga mjeku dermatolog ose nga mjeku estetik, sepse në varësi të tipit të lëkurës ose nivelit të njollës përdoret dhe përcaktohet acidi ose përqindja e tij që do përdoret nëse do bëjmë peeling sipërfaqësor apo peeling të mesëm për të trajtuar pjesën e njollës. Sigurisht që nevojiten disa seanca. Peeling kimik është një procedurë që bëhet në sezonin e vjeshtës, do me thënë e fillojmë fund shtatorit, fillim të tetorit në varësi të rrezatimit diellor të kohës, dhe deri në periudhën e pranverës. Është procedurë që nuk aplikohet në periudhën e verës, për shkak sepse lëkura bëhet më ndjeshme, mund të ketë ato skuqjet e lehta dhe predispozita për të formuar njollën përsëri është shumë më e madhe. Pra gjithmonë në periudhën kur rrezatimi diellor është i dobët. Dhe madje edhe pse rrezatimi diellor është i dobët, sërish ne duhet të ruhemi nga dielli, mundësisht me kapele, me streha që kontakti jetë mundësisht zero. Me kremin kundër diellit do përdoret vazhdimisht. Siç e përmendëm, te personat të cilat fillojnë trajtimin do përdorin kremin me SPF-n e lartë, me SPF 30 ose 50, ndërsa personat e tjerë që duan ta mbrojnë deri në 20, 15, 20, 25 mund ta përdorin vazhdimisht kremin e diellit. Megjithatë, peeling është një praktikë e njohur tashmë. Është praktikë e njohur sigurisht. Është e vetmja e cila bën, le të themi teknikisht edhe nëpër klinika trajtimin e njollave. E dim që është një rigjenerim i lëkurës apo jo? Çfarë është peeling në vetvete? Ndoshta se ne themi shumë popullore nga që kemi folur, është provuar, por nuk edhe nga ata që dëgjojnë për herë të parë. Me fjalë të thjeshta do thotë një rrjepje lehtë e lëkurës për të larguar ato qelizat ose shtresën sipërfaqësore dhe të mesme të pjesës së lëkurës që të rigjenerohet një lëkurë e re.
në varësi të tipit të lëkurës, sepse bëhet faza përgatitore e pjesës së lëkurës dhe në varësi të tipit të lëkurës, nivelit të njollës dhe zonës së lokalizimit, përcaktohet nëse ne do bëjmë peeling sipërfaqësor, që është një peeling më i lehtë, që nuk jep acarim dhe rrjepje të lëkurës, apo peeling të mesëm, që shkakton një rrjepje të pjesës së lëkurës, më të theksuar të lëkurës dhe është goxha më efektive nëse ne duam të trajtojmë njollat. Në varësi pastaj të peeling të mesëm, sepse përdoret janë të ndryshme acidet që ne aplikojmë, mund të përdorim acid glikolik, mund të përdorim acid tikloroacetik, mund të përdorim acid salicilik, ajo varet nga tipi dhe ndjeshmëria e pjesës së lëkurës. Ka raste që mund t'i përdorim dhe të kombinuara, një seancë mund t'a bëjmë me acid trikloroacetik 15%, një mund t'a bëjmë me 20%, ose mund të përdorim dhe një peeling tjetër phytopeeling, ose peeling bimor, që dhe ai shkakton peeling të mesëm, rrjepje të mesme të lëkurës, që është akoma më efektiv se sa këto peeling të tjera, sepse deskuamimi ose rrjepja që i bën lëkurës është goxha më e madhe. E rëndësishme është të dimë, sepse jo gjithmonë trajtimi i njollave është i njëjtë ose rezultati i tyre është i njëjtë në çdo individ. Nëse njollat janë në shtresën sipërfaqësore të lëkurës dhe ose janë njollat të freskëta të reja që sapo janë krijuar supozojmë këtë sezon, është shumë më i lehtë për të arritur rezultati, pse jo dhe 85% ose 90% të eliminimit të pjesës së njollës, gati zhdukje, dhe i duhen vetëm seancat mbajtëse në vazhdimsi, një në 3 muaj, dhe nëse i ka përfunduar të gjitha seancat e peeling, mund t'i rekomandojmë të bëjmë një seancë tjetër që të ngelet në atë nivel, ndërsa nëse niveli i njollës ka arritur deri në shtresën e mesme ose njollat kanë vite që janë krijuar, sigurisht që duhet një numër më i madh seancash dhe acidi që do aplikoj duhet jetë më i fuqishëm. Kështu që duhet patur edhe, le themi, kontakti i duhur me mjekun dermatolog i cili të këshilloj, sepse ne dim që peeling tashmë është një teknik që është mësuar dhe ka nisur të aplikohet edhe në qendra estetike shpeshherë. Megjithatë është mirë, duke parë faktin që jo çdo lëkurë kërkon të njëjtin trajtim, jo çdo teknik përdoret e çdo njeri, duhet që së pari të kemi këtë konsultën apo për të kuptuar se çfarë është nevojshme realisht për lëkurën tonë. Po, estetistët nuk mund të bëjnë më tepër se sa një peeling sipërfaqësor, ose nuk ju lejohet të aplikojnë të paktën acid glikolik më tepër se 30% ose 25%, për arsye sepse mund të shkaktojnë deri në djegje të pjesës së lëkurës. Nëse ne aplikojmë bëjmë një peeling 25% ose 30% dhe kemi njolla, sigurisht që nuk do kemi rezultat. Acidi duhet të jetë më i theksuar ose duhet të ndryshohet përqindja e peeling. Nuk mund bëjnë estetistët do të peeling të mesëm dhe të arrim deri në djegje të lëkurës, ose të kemi pastaj pasojat ose efektet anësore të peeling, të theksim të njollave ose shfaqjen e njollave të reja nga djegja. Dhe kjo do të ishte të mërshme, domethënë ti të shkosh për të zgjidhur një problem dhe ndërkohë stimulon për ta theksuar më tepër atë. Ato kanë të lejueshme për të bërë vetëm atë peeling për të bërë rinovimin, sipërfaqësorin që të largojnë qelizat e vdekur. Por nuk ka një problem konkret pra i cili duhet të thjesht për të larguar pas periudhës së plazhit, për të hequr ato qelizat e vdekura të lëkurës mund të lejojnë që ta përdorin pasi nuk i shkaktojnë dëm pjesës së lëkurës. Përgjegjësitë të tjera nuk mund të marrin. Megjithatë, është kurioziteti pasi e bëjmë këtë trajtim peeling në rastet kur janë krijuar njollat, natyrisht zhduken, arrihet suksesi deri në 85%, sikurse ju e thatë, sa të riskuar janë këto individ për të rishfaqur në një moment të dytë njollat. Pra, sërish duhet të mbeten pjesë e një trajtimi në mënyrë që ta mirëmbajnë? Po, pasi ne kemi... Sepse është ideja që ikën problemi, e zhduka me këtë trajtim të shpëtova. Sigurisht që është e nevojshme, varet dhe nga kujdesi vetë që do të tregojë individi. Pasi ka përfunduar 4 ose 6 seanca që ne rekomandojmë në varësi të shkallës së shprehjes së njollave, gjithmonë i këshillojmë që një herë në 3 ose 4 muaj, nëse qëllon në periudhën e dimrit, në periudhën e vjesht ose dimrit, pse edhe në fillimin e pjesës së pranverës që nuk ka rezatim të fuqishëm diellor, i duhet të bëjë një seancë mbajtëse. Dhe pas sezonit të verës, nëse ai është kujdesur shumë mirë për pjesën e lëkurës, nëse i ka bërë mbrojtjen e diellit në mënyrë të shkëlqyeshme, niveli pjesës së njollave është atje ku ne e kemi lënë. Domethënë nuk mund të jetë më tepër se sa 15 ose 20% nga gjendja që ka pas. Nëse personi nuk është i kujdesshëm dhe haron qoftë edhe një herë ose 2 herë të vetë me përdorimin e diellit, është shumë i riskuar për të krijuar njollat përsëri. Edhe ato të cilat i kanë prekur njollat për herë të parë, po themi, ka ndodhur këtë vit që janë shfaqur për herë të parë dhe natyrshëm lënë shenjë edhe gati gjatë vitit edhe pas trajtimeve? Ato pjesa e përqindjes së shërimit të tyre është, ajo çfarë ngelen është e lehtë, është e vogël, po duhet të kujdesen vetë personalisht, ose mund të japim dhe ne kremrat mbajtëse në fund që të ngelet ajo pjesa e vogël të vazhdojë të eliminohet plotësisht, po kujdesin e diellit ato duhet ta kenë vetë. Nëse nuk kujdesen, janë të riskuara. Lëkura e tyre, kujdesi i tyre duhet jetë maksimal. Se ka një lëkurë të predispozuar. Ekziston mundësia e të kthyrit në problem kronik? Nëse nuk nga momenti i parë i shfaqjes.
si nga momenti i parë i shfaqjes, si dhe personat që nuk kanë pasur asnjëherë, kujdesi duhet jetë maksimal. Do me thënë, do kujdesi nuk do dalin kur nga shtëpia pa përdorur kremin kundra diellit dhe në mënyrë kronike duhet përdorur vazhdimisht në mënyrë çdo 3 orë, sipas këshillave që ne rekomandojmë. Në rast të kundër do të bëhen vazhdueshme e pjesës së njollave. Ka lëkura doktoresë të cilat janë të prirura për të krijuar këto njolla dhe të tjera të cilat janë më pak të riskuara? Asnjë nuk e dim nëse lëkura jonë nëse nuk kemi pasur njolla deri tani, asnjë nuk e dim nëse ne. Nuk ka njëtari shohim për shumë lëkura të cilat janë disi më të bardha, me pigment të bardhë, që kanë më pak predispozit, po themi, për të krijuar këto probleme, apo shumë përshtypje kjo? Kam përshtypjen se lëkurat e bardha, jo kam përshtypjen, por shpeshherë problemi shfaqet më tepër te lëkurat e bardha, sepse vetë sasia e melaninës ose e pigmentit që bën mbrojtjen e rrezeve të diellit është më e pakët, por dhe lëkurat e errta me pigment dhe ato bëjnë goxha njolla, dhe trajtimi i tyre është akoma dhe më i vështirë. Nuk ka ndarje specifike. Asnjëherë sepse dhe gjendja e organizmit asnjëherë ndryshon me kalimin e kohës, asnjëherë nuk është, dhe rrezet e diellit çdo vit janë dhe më të fuqishme dhe më të dëmshme që arrin në rrezet e tokës. Kështu që asnjëherë se dim nëse në një moment lëkura jonë do formojë njolla apo jo. Vetëm duhet ta parandalojmë vetë. Ju përmendët pak më parë edhe faktin që një periudhë e jetës është ajo shtatzanisë së një femre, ku ndoshta për herë të parë i shfaqen këto njolla, por gjithashtu situat që siç vijnë ashtu edhe ikin. Mund të shpjegojmë diçka më tepër për këtë fazë, çfarë ndodh me lëkurën që i shfaq ato? Janë ndryshimet hormonale që mund të shkaktojnë melazmat ose njollat kafe gjatë periudhës së shtatzanisë, nëse këto njolla janë periudhë mënd të shfaqen edhe në periudhën e dimrit që ne nuk kemi rezatimin diellor. Nëse këto njolla janë formuar vetëm si pasojë ndryshimeve hormonale, ato kalojnë direkt 2-3 muaj pas lindjes së bebit, njollat kalojnë. Nëse këto njolla te grashtasana janë formuar si pasojë e diellit, e mbosmbrojtjes së lëkurës, sigurisht që do ngelen në pjesën e lëkurës dhe do fillojnë do trajtohen në periudha të tjera të veçanta, jo në periudhën që nëna mund të ushqejë fëmijën me gjin, por në një moment tjetër të dytë nëse ato kanë ngelur. Nëse ato janë hormonale, eliminojnë vetë dhe nuk ka nevojë për trajtim. Pra, në një farë mënyrë nuk duhen shqetësuar, sepse duke që se ndodhin shumë ndryshime, kjo është një nga ata që shfaqet në lëkurë dhe fillojnë shqetësimet apo jo, të paktën për femrën se çfarë po ndodh kështu. Po, sigurisht te kremi kundra diellit dhe tek ato duhet të përdoret në mënyrë që ne të shmangim formimin e njollave nga dielli. Pjesën tjetër të ndryshimeve hormonale nuk i kemi në dorë, ne nuk i shmangim dot, ato do eliminohen vetë gradualisht. Dhe ky është, le të themi, këshillimi që ne japim në lidhje me njollat kafe, megjithatë duke qenë se ne përmendëm pilik, le ta trajtojmë, po themi, këtë teknik plotësisht në transmetimin tonë për të kuptuar se për cilat problematikat të tjera është efikas edhe natyrisht aplikohet nga ju, mjekët. Peeling kimik përveç trajtimit të njollave bëhet edhe për të bërë rinovimin e lëkurës ose për të larguar gjithë ato efektet e dëmshme të diellit që ka shkaktuar gjatë periudhës së verës, pavarësisht se nuk kemi njolla në lëkurë. Në këto raste, nëse lëkura nuk ka probleme dhe bëhet thjesht për të bërë rinovimin e lëkurës, mund të përdorim thjesht një peeling si përfaqësor, një peeling më të lehtë, me 2 ose 3 seanca janë të mjaftueshme. Gjithashtu peeling e përdorim për të trajtuar shenjat e akneve. Shpeshherë në lëkura të ndryshme, në varësi të gradës së aknes, në disa raste shohim ato gropozimet ose shenjat e vetë akneve dhe në këtë rast e përcaktojmë nëse shenjat janë të lehta dhe duhet të bëj peeling si përfaqësor apo shenjat janë më të theksuar, gropozimet janë më të theksuar dhe duhet të bëj peeling më të fuqishëm, peeling të mesëm me pjesën e rrjepjes së lëkurës. Këto janë procedurat të tjera të cilët ne e aplikojmë peeling. Megjithatë, edhe në këto raste, peeling në vetvete është një sukses, që do thotë është teknika më kryesore që ju përdorni për të shmangur të gjitha problematikat që janë në lëkurë, se ti përmenda aknen që janë një shqetësim shumë i madh që nis në një moshë fare të re, ndoshta që në adoleshencë mund të shoqërojë për shumë vite të jetës. Sa efikas është, le të themi, aplikuar edhe tek adoleshentët, nëse lejohet, dhe deri në çfarë moshe mund të jap efektet dhe për sa kohë mund të zgjasin këto efekte, nëse janë momentale, apo në një farë mënyrë kërkojnë trajtimin dhe fytyra jonë mund të jetë pa probleme për një kohë të gjatë. Përmenda peeling kimik që mund të përdoret më tepër për shkak të kostos që është më ulët në krahasim me procedurat e tjera, sepse ka dhe alternativa të tjera për të trajtuar shenjat e akneve, si mund të përmendim lazerin, por që ka kosto më të lartë, ose dermapenin, janë kosto të tjera, kështu që më shumë në mas përdoret peeling kimik.
në varësi gjithmonë të shenjave që janë. Ka raste kur aknea është e formës lehtë dhe shenjat janë aq shumë të lehta se me një krem që japim pasi ka përfunduar për akne dhe nuk shfaqen më aknet aktive, kalojnë vetë ato shenjat e lehta të tyre dhe në këtë rast mund të bëjmë 1 ose 2 seanca ose mund të mos bëjmë fare seanca peeling. Ka rastet në aknet e gradës së dytë ose në akne në gradës së tretë kur që janë më të acaruara, më të agravoara dhe të dukshme madje. Të dukshme dhe akne ka qenë prej vitesh, sepse ka raste që mund të rri 2-3 vjet akne, ka raste mund të rri dhe 5-6 vjet në lëkurë, deri kemi pasur raste dhe që pacientë ndryshëm referojnë që kanë 10 vjet në akne, kështu që gjithë këto vite kanë lënë shenjat më tepër në lëkurë. Atëherë në raste të tilla jemi përpara faktit duke shpjeguar vetë pacientit kush është alternativa më e mirë për të bërë, ose çfarë peeling kimik duhet të bëjmë, sa seanca duhet përfunduar të cilat rregullisht. Dhe të gjitha janë ndihmuese. Sigurisht nuk mund të pretendojmë që me anë të 3 ose 4 seancave do t'i zhduken plotësisht shenjat, por nëse bëhen seanca të rregullta dhe në vazhdimsi, arrihet një efekt goxha i mirë për rikuperimin e këtyre shenjave të krijuara nga aknet. Edhe pse duket e çuditshme, sepse ndonjëherë njerëzit që kanë vuajtur për vite të tëra nga kjo problematik, duket sikur kanë humbur shpresat se mund të jetë një zgjidhje konkrete për të patur një lëkurë normale. Nuk po themi një lëkurë ashtu si do ta dëshironin super të pastër, por tashmë me teknikat e reja, edhe aknet edhe problemet të avancuara mund t'i mirëmbajnë të qetësuara, domethënë ka avancuar deri në këtë pikë realisht teknologjia dhe zhvillimi i shkencës. Nëse shenjat janë shumë të theksuara të akneve, ne nuk mund të pretendojmë që me anë të peeling kimik do t'i eliminojmë, por përdorim teknikat të tjera më të avancuara. Sigurisht edhe teknikat të tjera, duke përmendur teknikat të tjera, si lazerin e fraksionuar që bën rigenerimimin e pjesës së lëkurës dhe stimulon lindjen e një lëkurë së re, ose dermarollerin ose dermapenin, dhe këto janë metoda goxha efikase, do t'i konsiderojmë dhe si metoda natyrale për arsye sepse vetë stimulohet shkatrohet, a themi në thonjza, ajo pjesë e shenjës ose pjesë e cikatriceve dhe rigenerohet lëkura e re. Duhet kohë, por efektet ndihen që në seancat e para. Duhet durim nga ana e pacientit derisa lëkura të rigenerohet plotësisht. Sigurisht për këtë po pyesja që njerëzit dhe këta individ duhet të mbeten në trajtim në mënyrë të vazhdueshme apo jo? Duhet të ngelen në mënyrë të vazhdueshme, nuk po them gjithjetën, po një periudhë 2 ose 3 vjeçare, disa seanca të rekomanduara në vit do jenë të mjaftueshme që lëkura e tyre të rigenerohet dhe të jetë pa shenjat në lëkurë, ose shenjat janë aq shumë të lehta sa që ato nuk mund ta shqetësojnë më estetikisht. Sepse realisht ato janë një shqetësim vetë, ka një lloj kompleksimi dhe ndikimin në personalitetin, sidomos edhe të adoleshentëve. Dim që në atë periudhë hormonet janë gjithmonë më tepër në zhvillim dhe në lëvizje. Kanë efekt këto trajtime, duke qenë se trupi mund të ndryshojë në një kohë shumë të shpejt, i këshilloni për këta të rinë, apo duhet një fazë kur është arritur një lloj pjekurie, mësojmë se cili është problemi konkretisht, po themi në një moshë pas 18 vjeç, ku dihet tashmë çfarë ka ndodhur në adoleshencë, si funksionon dhe sa efikase mund të jetë. Atë mund të themi, ne nuk mund të pretendojmë që të fillojmë seancat të paktën me lazerin e fraksionuar ose me dermapenin në një akne aktive, në një akne që vazhdon akoma të jetë, se s'mund të themi dot me saktësi sa vjet do ta ketë ai aknen, por duket nëse aknea nuk është, nëse prej muajsh të tëra nuk ka elemente të rinj dhe duke vetëm pjesët e shenjave, sigurisht që ne mund ta fillojmë direkt me peeling kimik. Nuk ka arsye të veçantë pse të mos ta aplikojmë peeling në periudhën e dimrit në një adoleshent, në një qoftë në një 18 vjeçar ose 17 vjeçar, edhe pse është pak një rritur, nuk ka kufizim të caktuar. Ka raste që peeling kimik i përqindjeve më të lehta përdoret edhe për ta trajtuar atë, edhe nëse ka puçra aktive dhe nuk ka pasur efekt me trajtimet e dhëna, shpeshherë mjekimin e përdorim të kombinuar me peeling kimik. Trajtimin paralelisht edhe mjekimin shumë një acid salicilik 20% do ishte goxha efektiv për të përmirësuar dhe pjesën e aknes, ndërsa formul fikse të veçantë që në këtë moshë do shfaqet, në këtë moshë do bëjmë peeling, nuk ka. Sepse ka raste në 70% i shohim aknet në adoleshent, por në 30% të rasteve i shohim aknen për herë të parë dhe tek adultët. I shohim vetëm moshat pra pas moshave të 18 vjeç. Shumë çuditshëm. Ka individ të cilët gjatë gjithë jetës kanë qenë rahat, nëse mund ta themi gjatë adoleshencës të themi. Po, pikërisht thonë që ne kemi patur një lëkurë pa probleme, gjithmonë të qetë, dhe në një moment kur ti je adult, të shfaqet problemet. Si ka mundësi, çfarë ndodh në këtë moment? Tingëllon shumë çuditshëm për individin dhe sigurisht edhe na duket absurde se mund të vi ky ndryshim drastik. Është një problem kompleks që shfaqet kryesisht te personat që kanë një lëkurë të ndryshme. Këtë lëkurë të ndryshme kanë një lëkurë të trashëguar nga njëri nga prindrit dhe influenca e hormoneve mashkullore bën ndikimin e vet që të shfaqet aknea. Pra, nuk ka asnjë gjë specifike që pse aknea duhet të shfaqet në adoleshencë, varet
kur prodhimi i gjendrave të yndyrës është më i lartë dhe kur ndikimi i hormoneve mashkullore ka ndikuar që ka dhënë pjesën e aknes. Pra nuk ka fiks pse është shfaqur në këtë periudhë. Sigurisht të dy këta faktorët ndikojnë në shfaqjen e akneve. Një lloj është, si mund të themi, një ndryshim hormonal që ndodh në një vajzë 25 vjeçe ose në një grua 33 vjeçe ose qoftë edhe në një djalë, në krahasim me pjesën tjetër që mund të ndodhë qoftë në adoleshencë. Dhe mjekimi i aknes është mjekim kryesisht përmirësues. Nuk mund të themi që filloi aknea që shfaqet, supozojmë në adoleshencë 14 dhe të jemi të sigurt që 15 ose 16 vjeç ai nuk do ketë akne, sepse dhe mjekimi thash e përmirëson, e qetëson, ka dhe forma ndaluese, po që jepen janë medikamente që kanë shumë efekte anësore dhe jepen vetëm në efektin në kujdesin e mjekut nëse akne është e formave shumë të rënda, i cili vetëm që ndalon në raste specifike, i cili është i vetmi që ndalon zhvillimin e aknes, për shkak sepse vepron pikërisht mbi ndalimin e prodhimit të yndyrës së tepërt nga gjëndrat e yndyrës. Format e tjera të mjekimit, qoftë me antibiotikët që japin, qoftë mjekimet lokale, përmirësojnë klinikën e aknes dhe asnjëherë nuk e dim se sa do vazhdoj aknea në një problem. Por sa më herët të filloj mjekimi, qoftë sistemik ose lokal në varësi të formës, aq më të lehta mund të jenë dhe shenjat që ngelen në lëkurë dhe aq më të lehta do jenë proceset mbrapa të shfaqjes së saj. Kështu që edhe në një moshë të herët, ku përmendëm adoleshencën, është mirë të trajtojnë edhe pse ndonjëherë lihen duke u argumentuar se janë të moshës edhe në një moment do të zhduken, por është mirë të trajtojnë për të shmangur këto shenjat që mund të jenë jetë gjata më pas edhe më të vështira për të shmangur dhe zhdukur. Sigurisht, dhe shqetësuese vetë për personat të cilën preken. Kështu që nuk mund të themi dot asnjë gjë fikse pse është shfaqur në këtë periudhë, janë vetë ndryshimet vetë organizmit të cilët ndikojnë për shfaqjen e saj. Duhet i pranojmë, sepse nuk i kemi në dorë për të ndryshuar, ama kemi në dorë që të kujdesemi për to, të i trajtojmë dhe të mos neglizhojmë, sepse vetëm në rastet kur kemi një problem serios, shumë shqetësues, gati në një sëmundje, atëherë vim edhe konsultojmë në rastet kur lëkura është e qetë, themi, ok, jam mirë, nuk kam një problem edhe shmanget kontakti me mjekat edhe pse gjërat kanë filluar të ndryshojnë vitet e fundit, por gjithsesi le të vlej ky këshillim. Doktoresh, faleminderit shumë. Ju falenderoj dhe unë për ftesën. Edhe punë të mbar ishim me doktoreshën dermatologe Albana Lufi, natyrisht për të folur për këto trajtime që lidhen shumë ngushtë me këtë sezon. Trajtimi nëpërmjet peeling është pikërisht momenti ku të gjithë bëhen gati për ta nisur atë, sepse vazhdon për disa muaj radhësi dhe me disa le të themi seanca për të arritur rezultatin e kërkuar. Megjithatë, në një farë mënyre, ne ju kemi treguar disa teknika, sepse shumë të tjera do duhen zbuluar apo jo, sipas problemit edhe rastit në kontaktet që ju do të keni në klinikat dermatologjike. Do të shkojmë një herë në hapësirën tonë publicitare.